Dashurit e mi, pas një mungese 3 javorëshe në xhami për shkak të rrugtimit në haxh, po kthehemi sërisht, përveç se po kthehemi me një entuziazëm edhe më të shtuar, me një dashuri edhe më të madhe, me një energji pozitive edhe më të mirë, dhe të njëjtën kohë duke qenë më i përkushtuar ndaj këtij dinit Zotit, ndaj kësaj tradite kombëtare cilën e kemi, ndaj familjes tonë, ndaj shoqërisë, rrethit dhe njerëzve në përgjithësi. Andaj më lejoni që me kënaqësinë më të madhe të shpalosi para jush fjalët e Zotit Dhul Xhelal, fjalët e profetit Muhammed, fjalët e dietarëve nga tradita jone mirëfillt kombëtare dhe familjare, fjalët më të zgjedhura që neve na motivojnë, që neve na bën të ndihemi krenar dhe neve na e lehtojnë jetën e kësaj bote. Dashurit e mi, nevoja e Islamit për të kuptuar inteligjent, apo për të kuptuarit inteligjent, është sikur nevoja e tij për një jetë të sinqert. Nevoj imediate e jona parsore është në çdo punë tonën me pas njetin e sinqert për hir të Zotit, se Zoti i pranon të gjitha veprat e tona nëse kanë njet, qëllim të sinqert, të pastërt. Zoti Dhul Xhelal i pranon. Andaj ashtu qysh kemi nevoj për një njetë të sinqert, sot kemi nevoj për të kuptuarit inteligjent të këtij dinit islam. Ati Islamit nuk do t'i bëj dobi sinqeriteti i njerëzve budallënj, dhe as i diturit i vetkënaqur. Dikush thot, unë jam i sinqert, ama punë t'i ka të kundërtën me sinqeritetin, veprat i ka të kundërta me intelektin, veprat i ka të kundërta me njerëzorën, veprat i ka kundër me besimin islam, me traditën tonë kombëtare dhe familjare. Mirë po lavdërohet, thot unë jam i sinqert. Nuk ka nevojë ummeti për njerëz që kanë sinqeritet të këtyre, po nuk ka nevojë as për të ditur të vetkënaqur. Janë disa të ditur, janë të vetkënaqur. Më mjafton mua kaq. Në njëjtën kohë e kanë të pëlqyer vetveten se sikur unë nuk është askush. Gabim. Zoti na ka paralajmëru dhe ka thonë, përmi çdo të ditur është një i ditur tjetër. Disa po mendojnë se krejt bota duhet mos jell rreth meje. Unë jam nishi. Jo, dashurit e mi, nja është veç i lumi Zot Dhul Xhelal. Të gjithë ne e plotësojmë njëri tjetrin. Kur të filloj me punu me këtë logjik, me këtë bindje, që ne, çdo njëri, e plotësojmë njëri tjetrin, atëherë nuk ka me mungu edhe bereqeti, nuk ka me mungu edhe suksesi. Mirë, po kur të filloj me i përjashtu të tjerët dhe me mendu se vetëm one jam nishi, atëherë ka më na mungu çdo gjë që ja kërkojmë të madhit Zot Xhella Shanuhu e Xhella Xhelaluhu. Andaj Islami ka nevojë për njerëz që e kuptojnë drejt, mirëfillt, ashtu qysh kemi nevojë ne çdo njeri për çdo punë që ta ketë sinqeritetin e pastër për hir të Zotit Dhul Xhelal. Të dashurit e mi, ulemaja e Islamit kanë këshilluar në vazhdimisht duke thënë, e kam mësuar që herët, thot njëri prej dietarëve, që herët thot e kam mësuar se e drejta nuk i ipët
ati apo asaj që hesht ndaj të vërtetës. Kur nuk ju jipët e vërteta, ati apo asaj që hesht ndaj të vërtetës. Por njeriu patjetër duhet ta kërkoj, edhe shpesh ju imponohet të zhurmoj, të bëj zhurmë për ta kërku të vërtetën, në mënyrë që ta arrijë atë që e dëshiron. Populli ynë, ka thonë më herët, edhe nana nuk i jep ushqim fëmijët pa qajt. Sot jemi në këtë kohë, pa ngrit zërin, pa zhurmu, pa fol, pa kërku, nuk po t'u jipët aja çka ti e kërkon dhe e meriton. O musliman, ngrit në zërin e arsyes, e të vërtetës, për me arritën të drejtën që ti e meriton, amo duke mbyll gojën, duke shujt, nuk t'vjen kur e vërteta. Për këtë disa po mendojnë që me shkop magjik du t'mi kry punët. Nuk kryen punët, du t'me dalë, du t'me bo punën, du t'me ecë, duhet me u shoqëru, duhesh me u socializu, duhesh me fol, duhesh me kërkuën, duhesh me ngrit zërin, vetëm atëherë ka më të ardh aja që e meriton. Në të kundërtën, vetëm mundesh me kukat, vetëm mundesh me u anku, e keni vrejt disa gjithmonë janë viktima. Gjithmonë disa janë viktima duke mendu, po mua nuk po mu jipët, po mua më kanë anashkaluën, po ti a jetu kërku diçka, ti a jetu duke u socializu me njerëz, ti a jetu duke ngrit zërin e arsyes, jo, e vallai edhe e vërteta, te ti nuk ka me arritën, arrin vetëm atëherë kur ta bëjmë punën, këtë e dën Islami të dashurit e mi. Dashurit e mi, të gjitha dhimbjet janë dhurat hynore. Nuk ka dhimbje që na ka plën neve, stres, ngarkesë, mërzi, përveç se janë dhurat hynore. Ata që janë besimtar të mirëfillt, e kuptojnë dhe e vlerësojnë kur t'i thejmë se është dhurat hynore. Të tjerët thojnë dhurat hynore me pas dhimbje, dhurat hynore me pas stres, dhurat hynore me pas mërzi, po, dhurat hynore janë, është duke dasht i lumi Zot Dhul Gjelal me këto dhurata që është duke t'i dhuru. Sepse, ose janë pastrem nga mëkatët. E 100% janë pastrem nga mëkatët e tona, ose janë lumturi e shtyr për në botën e përjetësijës. 2. Gjithherë kur kesh një ngarkes, një dhimbje, është dhurat hynore, me 2 qëllime, ose e ka për obligim më të pastru nga gjitha mëkatët eventuale të dynjas, ose janë lumturi e shtyr për në botën tjetër. Për Zotin e lom, besimtari është shumë vigjilent, shumë është inteligent, imani t'i ja jep këtë mundësi, që të gjitha këto mangësi që mund t'i ketë, dhimbje, mërzi, strese, ngarkes, gjithmonë e kujton. Te i lumi Zot Dhul Gjelal në përjetësi ka me u shpërbly. Atje ku s'ka dhimbje, mërzi, vdekje, varfni, tek i madhi Zot Gjellëshanuhu e Gjelle Gjelaluhu. A dit do ta falenderojmë Zotin me plot gojen që thejmi ne në këtë botë. Me gjithë zemër plot dhe do t'i thejmi i madhi Zot, ty të qof shafal që më ke privu në dynjan e shkurt prej shumë gjërave që ti kam kërku, e i pas ke mbajt, i pas ke bagazhu, i pas ke rujt për mua sëd,
me u shpërbly nga madhëria jote direkt. O Zot, çfarë mundësie kur t'i jep Zoti ato që syni i dynjas nuk i ka pa, veshi i dynjas nuk i ka ndëgju, gjuha e dynjas nuk i ka shiju dhe mendja e dynjas kur nuk i ka shku se ekziston një gjë e tillë. Për këtë lodhemi, për këtë durojmë, për këtë bëjmë sakrificë për ta marrë këtë shpërblimin e të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Kështu që elhamdulillah, falënderimi qoftë Zotit Dhul Xhelal gjithmonë për gjithçka. Gjithmonë për gjithçka i qoftë falënderimi të madhit Zot Dhul Xhelal. Të dashurit e mi, njëri nga dietarët e mëdhej të Islamit, Fethi Yeken, Allahu e mëshiroft, thot: përkatësia islame nuk është thjesht fjalë që thuhet, por ai është metodë jete. Me i përkatës Islamit nuk është thjesht fjalë që thuhet, por është metodë e jetës që jetohet. Këtu ne nuk po mujmë një pjesë e besimtarve me bot diferencën mes asaj që e thejmi dhe asaj që e jetojmë. Na shumë po themi, po me të nuk po jetojmë, nuk po bashkë veprojmë. Andaj Islami është metodë e jetës, me boj jetën me ta, me ato fjalë, me atë besim që e besojmë, jetën me bë, vetëm atëherë kemi me arrit kulmin e kënaqësisë të kësaj dynjaje. Në mungesë të kësaj, nuk jemi duke shijuar këtë dynja, sepse Islamin nuk po e kemi metodë të jetës. Fillon kjo metoda e jetës nga zemra dhe mbaron me veprën në realitetin e njerëzve. Fillon nga besimi, nga zemra, një zemër të qeltër, të pastërt, humane, dashamirëse, false, plot dashuri, do thot për njerëzit, mbar dhe mbaron me konkretizim të veprave, dashurit e mi, në vepër me e qitën këtë. Andaj amani ju kof, kjo gjumalet jetë thirrje për me bon Islamin metodë të jetës, jo vetëm fjalë që thuhet dhe që pretendohet. Të dashurit e mi, vazhdon Mustafa Mahmudi, njëri prej ulemave të mëdhej të Islamit, duke thënë: Islami nuk është thjesht ritual dhe formalitet. Na jemi të vuj, dashurit e mi, në këtë kohë nga një pjesë e fetarve që e kanë veç ritual apo formalitet. Ritual, më falë ka një herë. Ritual, kur të shumin e gjenozë, me hi me falë, mi ma një 4 tekbire, ka një herë në gjuma, do thot me shkuen, naj bajram, me bo, një farë rituali. Dhe një pjesë tjetër, formalitet, e lëshu një mjekër, me majt naj parfem, naj misfak në dorë, me thonë ka një herë, elhamdulillah, mashallah, subhanallah, ama formalitet. Jo, dashurit e mi, por metode plot e jetës, për deri sa Islami tek ne nuk është metod e plot e jetës tonë, ne kemi me vujtën që gjithmonë me qenë të fundit të njerëzisë, me qenë pa krenari, me qenë pa identitet, me qenë pa pesh në dynja, dhe të njëjtën ku mos më na marr për serioz, askush mos më na marr. Kur të jetojmë me metodë të jetës të plot, vallai të tjerët kanë më na marr për serioz, të tjerët kanë më na vlerësu, të tjerët kanë më na marr me pesh, të tjerët kanë më u bindë se kemi identitet dhe krenari, të kundërtën jo. Fillon me edukimin e nefsit. Me edukimin e nefsit. Shpesh njerëzit po thojnë, po na mashtron dynjaja hoq, po harrojmë, koha po i ndryshon njerëzit.
Jo, dashurit e mi, koha mund të ndryshoj sjelljet e njerëzve, por brumin e tyre kur nuk mundet me ndryshu koha. I miri, i festshmi, ka me mbeti i mirë, i festshëm, edhe nëse jeton kasht. Mirë po, ajo i miri, me thonë pak ma but, ka me qenë i atil, edhe nëse është i pështjelt me mëndafsh. Nuk ka mundësi mu boj mirë, pse është i pështjelt me mëndafsh. Absolutisht nuk ka do thot mundësi. Për këtë kërkohet nga ne që ta jetojmë dhe ta edukojmë nefsin tonë dhe mbaron me rregullimin e shoqërisë. Në moment që ta rregullojmë vetveten tonë, me njëherë duhemi me bon përpjekje maksimale me eduku shoqërinë. Nuk ka mundësi me jetu një i edukuar në një shoqëri të prishur. Ky i edukuari du të me bon angazhim maksimal me eduku shoqërinë. Këtu e kemi një problem të madh. Jemi duke e shiqu vetveten, veç vetveten. E nuk jemi duke bo përpjekje me eduku naj vlla tonin, naj kusheri tonin, naj aq tonin, naj kojshi tonin, naj koleg tonin, me edukuen, me mësu. Po kjo është i vetëdijshëm. Oj, më kon i vetëdijshëm është sikur ti, po për këtë arsye që është jo i vetëdijshëm, është në atë rrugën tjetër. Ti duhesh me bo përpjekje maksimale, thot për me rregullu, se në të kundërtën nuk ka mundësi me jetuen ti, a mundët me jetu naj krijes e pastërt, me naj ambient të zëm të papastërt, nuk ka mundësi. Bleta shkon dhe ik, aty ku ka gjelbrem, aty ku ka lule, aty ku ka arom të mirë, nuk rre. Për këtë arsye një pjesës së shoqërisë, të mirët janë duke ikë, duke u largu dhe janë duke shkuan në një shoqëri pak më të mirë. Të dashurit e mi, kur dietari hesht në kohën që duhet të flas, ai ka tradhtu Allahun dhe të dërguarin e tij. Në moment që dietari hesht në kohën që duhet ai me fol, ai e ka tradhtu Allahun dhe të dërguarin e tij. Problemi madh sot i kësaj kohe që jemi duke jetu, dietarët janë duke hesht. Janë duke hesht dietarët. Vallahi le ta din ata hoxhallar, le ta din ata intelektual, mësimdhënësa, le ta din të gjithë ata që kanë njohuri, nëse nuk e ngritin zërin, le të lavdrohen sa dojnë që të thojnë unë e kam iman, e kam besim të mirë, vallahi ata janë duke e tradhtu Allahun dhe janë duke e tradhtu profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, sepse janë duke hesht ndaj të vërtetës, janë duke heshtën. Përderisa na mendojmë që me heshtjen tonë shpesh jemi duke e lavdru Zotin, është e kundërta, jemi duke e hidhru të madhin Zot, Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Të dashurit e mi, lumturia nuk është në përdorimin ton të mendjes, për gjitha këto gjëra. Lumturia nuk është në bukuri. Mendon dikush që vesh në bukuri sjell edhe unë banë mua të lumtur. Jo, nuk është lumturia as vetëm në pasuri, sikur që nuk është lumturia as në dashuri, e as në fuqi, e as në shëndet të plot. Lumturia është në përdorimin ton të mendjes në gjitha këto çështje. Nëse ne e përdorim mendjen drejt, ndaj asaj bukurie që na i ka dhënë Zoti, kemi me u kon të lumtur.
Pa disa njeri është i palumtur me atë bukuri që ja ka dhonë Zoti. Sidomos në ditën e sodit. Subhanallah. I lumi Zot dhul xhelal, ati qofsh mi fal, nëse lejohet me thonë, është i habitur, i çuditur me një pjesë të krijesave të veta. Ja ka dhonë Zoti vetullat asoj vojze, aja shkon i hjek i ndryshon. I ka dhonë Zoti buz, aja shkon ja i fryn, ja i ndryshon, ja i ngushton. I ka dhonë Zoti hun, ja i ngushton, ja e zgjeron. I ka dhonë Zoti qerpik, shkon i rrita, i po zvoglon, apo jasin. Ashtë çudi, ashtë mu frigu pa shatë madhin Zot. O Zoti i ka dhonë bukuri, po kjo mendje nuk ka të pas me shtin funksion çfarë bukurie të mirë i ka dhonë Zoti. Mas 2 vite që i ka bon këto, a peti bje pishman, nuk është mirë, shkon janë në vesh, ja rrit, ja zvoglon. Diçka do thot ban. O doshurit e me, lumturinë e vërtet nuk ta jep vetëm pamja e bukur që e ke, po mendjen e mirë që e ke, që jep shije çdo gjëje që ta ka dhonë Zoti xhalla shanuhu e xhalla xhalaluhu. Dikush ka pasuri, mirë po nuk mundet me shiju. Pse? Mendja nuk e ka të ndritur për m'ia dhonë orientimin e mbar asoj pasurie. Zoti i ka dhonën dashuri. Ai njeri është shumë i dashur. Mirë po mendjen e ka jo të fokusu me mirë në dashuri. Du të me orientu atë dashuri, du të mi dash njerëzit, du të mi dash të punët e mirat njerëzve, du është me u gëzu me të arriturat e njerëzve. Kush ta bën këtë? Një mendje e pastërt, një shpirt i qeltërt. Kjo do thot ta jep atë mundësin e shpirtbarësisë, do thot për me pasën. Doshurit e mi, intelektuali i cili nuk e përkthen idenë në vepër, nuk meriton emrin intelektual. Intelektuali pa tjetër idenë, du të me përkthy në vepër. Na probleme që kemi, a keni po të jastojnë, për ide veç vetëm mu, se unë e full jam ide. Unë e full jam ide. Ama në vepër o burë nuk po i qetë kur ato ide. Në letër nuk po i qetë kur ato ide. Mjaf po hajrin ideve tua dikush, a nuk është duke jaf poën. Për këtë arsye doshurit e mi, nuk ka nevoj vesh ide me pas, me përkthy, me i bagazhu do thot këto, po idete tona duhet me u përkthyen në vepra, vetëm atëherë meritojmë emrin intelektual. Doshurit e mi, heshni dhe ndëgjojeni me vëmendje Kur'anin famlart, ndërkohë që a i lexohet dhe ti e lexon. Hesht, ndëgjue, sepse aja është porta e parë e dijes për ty dhe për mu. E dyta, është paralajmërues dhe përgëzues. Kurani, mesazhet e tij, për ty dhe për mu, vështrim i botës së fshat, për ty dhe për mu, dritare drejt përjetësijës, për ty dhe për mu, thesar i fshat, i pasurisë së dynjos dhe i ahiretit, është Kur'ani fammadh. Amonit kuft, olu, ndëgjue, lexue, përjetue. Përjetue, jeta me vëmendje, duke ndëgjuën. Zoti dhul xhelal ka më t'i dhonën, gjitha këto mundësi ka më t'i dhonën. Nuk jemi duke ndonë nga koha jone vlefshme për ta lexu dhe për ta ndëgju Kur'anin. Si jemi të ndo? Për mos më konë, ashta diku i duket që unë jam i tepërt në këtë fjalë, çka e thash, shtrënja pyetje vetvetes në muajin e 5. Në muajin e 5. Sa faqe Kur'ani ke lexu? Sa orë apo sa orë ke ndëgju Kur'an? Edhe ti jap do thot vetë përgjigje vetvetes tone. Nuk kemi me dalë me barazim të mirë në këtë drejtim.
Për këtë arsye na mungon lumturia, na mungon thjeshtësia, na mungon krenaria, na mungon qasja e mirë ndaj familjes tonë e më gjërë. Këshilla e radhës, dashurit e mi, Ali Sheriati, njani prej imamëve të mëdhej të Islamit, thot, qabja është drejtimi dhe jo pika e mbërritjes. Aja është kibla. Qabja është drejtimi dhe jo vetëm pika e arritjes. Aja është vetëm kibla. Haxhi nuk mbaron në qabe. Haxhi fillon atëherë kur largohemi prej saj. Atëherë fillon haxhi. Kam pas fatin në këtë vit me qenë haxh, me shumë haxhi, edhe nga ky rreth yni, mirë po edhe nga Kosova që i ka pasën mbi 1500 e diçka haxhinje që cilët e kanë kryen haxhin në këtë vit. Dhe kam pa njerëz të entuziasmuar, njerëz të dashur, njerëz që në moment që e ka pa qabën, ka kaplu një emocion. Sa që unë vetë jam ballafaqu me një haxhike tonën e re, që ka qenë haxhike më e re nga komuna jonë e Kaçanikut, ajo nuk mund të t'i ndalte lotët kur e ka po kur e ka po në atë moment haxhi qabën, duke dënes t'u qajt. Edhe unë thjesht ju kom afru edhe e kam pyet, arsyen pse po qanë. Nuk di hoxh, kësi gëzimi, kësi lumturie dhe kësi pamje kur nuk kam përjetu në jetën time, edhe pse jeton në një vend evropian që ka një luks e një zhvillim të papar, kur nuk e kam përjetuar këtë. Është madhështore, dashurit e mi, po unë dëshiroj që këto emocione, këtë kënaqësi, këtë lumturi, masit ta lojmë qabën, në vepra tona me konkretizu, me qenë një busull orientimi për të tjerët ne haxhinjët, me qenë që reflektojmë vetëm energji pozitive, jemi një model i mirë i njerëzve në përgjithësi, jemi pika reference për të tjerët, vetëm në këtë formë. Ja japmi atë që e meriton të qenurit haxhi. Dashurit e mi, ky përjetim që e kemi përjetu ne, kam dëshirë me përcjell të çdo njeri prej jush, e sidomos të rinjët, me bë përpjekje maksimale që sa më të ri me shku dhe me kryen këtë obligim. Jam shumë i kënaqur që prej atyre 156 nacionaliteteve apo vendeve të botës, Kosova, Bashkësia Islame e Kosovës e ka marrë vendin e 7 për ka organizimi brillant që ja ka bërë haxhit dhe haxhinjeve. Me atë siguri, me atë shërbim, me atë dashuri që ua ka ofru, me atë komoditet të hotelit, me ato mjetet të transportit moderne, me atë ushqim të mirë, po me ato këshilla të mira, mbi të gjitha me atë afërsi, ne haxhinjët e Kosovës një mend jemi kanë vipa. Këtë e kanë sjellë organizatorët, me mund, me sakrificë, që s'kan fjet ndoshta nga 24 orë e më shumë, vetëm që haxhinjeve t'ju jipët shërbimi i plot dhe i mirë, dhe jemi mburë dhe po bëhemi krenar para botës mbarë, se ne jemi institucion kredibil, se ne jemi njerëz të qytetruar, të kulturum, se ne jemi model
për shumë do thot vendet të tjera. Andaj lut Zotin Dhul Xhelal që të gjithë haxhinët të jenë kthy në shtëpitë e tyre shëndosh e mirë, ti kenë gjetë familjarët e tyre shëndosh e mirë, që Zoti Dhul Xhelal tua ketë pranuan haxhin që të gjithëve dhe të gjithë familjarëve tonë, të dashurve tonë, xhamatlive, miqve, shokëve, Zoti tua mundson për të shkuar për ta kryer obligimin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.